Këto të dyja ngjasojnë shumë, por efekti i tyre nuk është i njëjtë kur i vendos në lëkurë. Për shembull, kjo ka një nuancë shumë të ftohtë, ndërsa këtë po e vendos më lart sepse ka një nuancë të ngrohtë. Të dyja janë stika kremoze. Siç e shikon, edhe konsistenca e produktit është njësoj e trashë. Vetmi ndryshim është tek nuanca. Këto do të vazhdoj ta përhap me një furç. Për shembull, unë mollzat nuk i kam shumë evidente dhe contour stick, pra nuanca e ftohtë që ka, krijuar një iluzion optik sikur unë kam një strukturë kockore ndryshe. Mollzat e rrafshta siç i kam, po duken më të ngritura. Me këtë furçën tjetër do përhap bronzerin. Shiko tani dallimin. Sa e ngrohtë është kjo nuanca, tamam e puthur nga dielli, pra është më e dukshme, por nuk është kaq e fortë sa ç'është me bronzerin. Normalisht unë do ta përhap edhe më shumë, por prap nuanca e bronzerit krijon një lloj drithieje, sa mund ta them kështu. Kjo ishte një video sa për të shpjeguar, se shpesh më pyesni, por unë jam tek ajo teoria se nuk ka rregulla për sa i përket make-upit dhe mund të përdorësh çfarë të duash, si të duash, mjafton që të pëlqejë ty. Ky është edhe përfundimi, e gjitha duket e lidhur bukur, edhe ngjyrat u zbehan disi.